Mirdita të gjithëve, epokale, lajmi i fundit. Më në fund doli dokumenti që shpirti i njeriut, ose si quhet ndryshe ndërgjegja, mund të vihet në kontakt me forma të tjera jete. Dëgjojeni me kujdes, o njerëz, dëgjojeni. Dëgjojeni sepse këto teori konspirative i kisha shkruar që në vitin 2008-2009 dhe kur flisja për këto tematika, dikush i pretendonte që dikush tashë, që këto ishin vetëm teori konspirative ose ishin budallëqe. Tani dëgjojeni me kujdes, sepse nuk e them unë, por e thot shkenca. Tashmë është shkencore. Kush është rastisht dhe nëse nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Tani dëgjojeni se çfarë dokumenti ka dalë. Ka dalë një dokument i vitit 1983 që nuk flitet shumë, por unë doja u tregoj sepse për këtë jemi këtu, që ta diskutojmë së bashku, jo sepse unë di gjithçka, absolutisht jo, por e vërteta gjendet përballë nesh, gjendet përpara nesh, vetëm që ne duhet ta kodifikojmë me trurin ton, jo me trurin e të tjerëve, sepse ky është problemi kryesor, ne paragjykojmë. Ne nuk duhet të paragjykojmë, por të kërkojmë vetë, dhe ky është çelësi i suksesit të secilit. Ky është triumfi i mendjes njerëzore. Pse? Sepse ti duke menduar ti vetë, është si ajo fjala e Kartezis që unë përdor shpesh, cogito ergo sum, unë mendoj, ndaj mendoj. Dhe nuk duhet që t'jemi përcjellës vetëm të doktrinave të dikujt tjetër. Pa i menduar ato doktrina se çfarë janë, kush i ka thënë dhe pse i ka thënë, dhe a janë të vërteta ose jo. Unë duhet ta kem unë eksperiencën time personale për të dhënë një mendim. Atëre, dokumenti i vitit 1983 që quhet mos gaboj, the analysis of the gateway process. Pra, analysis of the gateway process. Ç'do të thotë ky? Do të thotë që mendja e njeriut, ose më mirë truri i njeriut, shpirti ose ndërgjegja, mund të, me një fjalë, është kuptuar ose është analizuar mendja e njeriut, procesi mendjes njeriut se çfarë bën gjatë shkëputjes së tij. Pra, mendja e njeriut thot në dokument shkëputet, ose shpirti, ndërgjegja, shkëputet nga trupi dhe vihet në kontakt me forma të tjera jete, por prisni, në çdo cep të universit. Pra, në të njëjtën kohë në çdo cep të universit. E dini se çfarë do të thotë ky lajm apo jo? Është gjigant. Është diçka që është madhështore. Thash, nuk flitet shumë për këtë dhe është në mënyrë ekskluzive vetëm për ju këtu. Sinqerisht po e them, tani dëgjojeni. Mase mbani mend që kam thënë që kisha vite që kam vite që kam seleksionuar disa njerëz që thonë janë në kontakt me forma të tjera jete. Kemi bërë disa dhe kam le të themi përmendur disa për disa emisione, kur bëja emisionin Enigma. Dhe disa shumë prej tyre i kam seleksionuar dhe i mbaj aty. Kur më kërkuan në Discovery Channel këtu në Itali që të bëja emisionin, u grim me ata vetëm për një fjalë, sepse ata duke menduar që janë gjithçka, sepse janë producent ata, dhe ata kuptojnë që ata thonë që ne dim çdo gjë, nuk është kështu. Se njeriu nuk di asgjë. Të gjithë ne nuk dim asgjë, asun nuk di asgjë. Por në këtë rast, në këtë shkëputjen e energjisë, si e kisha thënë shkruar që vite më parë, dhe tani del publikisht, por derisa e thot na dirmuar nuk është asgjë, por kur e thon në mënyrë shkencore, pastaj çdo gjë ndryshon. Dhe po thosh, e kisha shkruar që prej kosh, dhe kur më kërkuan këtu në Discovery Channel, u thash vetëm diçka, se më thanë, ne duam prova që alienët ekzistojnë, që këta njerëz janë kontakt me forma të tjera jete, ne duam prova. Me një fjalë, ne po e bëjmë emisionin, do bënim 6 puntata, pastaj e kaluan në 10 puntata, pastaj thanë do bëjmë 12 puntata. Dakord tash unë. Dhe pastaj u zum, sepse unë thash, çfarë prova kërkoni ju thash? Nuk vjen turp thash unë që kërkoni prova ju. Prova thash, ne jemi më pak se hiçi, si milingonat. Ti kërkon prova. Janë të gjitha budallëqe ato që thonë që unë kam këtë të një prove, për shkak të një forme të tjetër jete e tjerë. Janë shumë të zhvilluar dhe nuk mund të lënë prova. Ata janë këtu mes nesh dhe nuk kanë për t'i lënë provat. Sepse është njësoj si kur ti, maci apo qeni apo pulat të kërkojnë prova ty. Nuk mund të gjejnë prova, sepse ti e pastron kotecin. Pra, çfarë do të thotë kjo? Që prej kohërave të lashta, ne i kemi këtu, për para nesh të vërtetën, por ne nuk dim ta lexojmë, sepse e lexojmë me mendjen e të tjerëve, me doktrinat e tjerëve. Dikush tjetër na mëson dhe na sugjeron që është kështu apo është kështu, por ti duhet ta mendosh me mendjen tënde. Ne
që nga kohrat e lashta flitet për alien, flitet që ishin ndryshe emrat atëherë, ishin ëngjëj, për fantazma, për çfarë të doni ju. Dhe nuk është se këto ishin ose janë vazhdojnë akoma sot të jenë fantazi konspirative. Jo, njerëzit nuk janë të çmendur, janë miliarda fakte atje jashtë që kanë qenë, janë dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë në kontakt me forma të tjera jete. Jo të gjithë, por disa vjen në kontakt me forma të tjera jete. Dhe si vjen, ashtu si shtot edhe dokumenti i cies, siç ju thash, pra procesi i analizës, me fjalë analiza e procesit të mendjes njeriut që futet për porta të tjera. Dhe si vjet në kontakt? Keni me miliona raste. E kemi bërë emisione të tilla për këto, për shembull që nga Leonardo da Vinci, nga Einstein, edhe vetë Einstein, nga Mendelejev, me miliona, që shumë prej këtyre gjatë momenteve të gjumit ose në momentet trans, si e thot dokumenti, shkëputet ndërgjegja atyre ose energjia ose shpirti, më mirë që ta kuptoj më mirë, dhe vihet në kontakt me forma të tjera jete që janë tej koshencës, tej ndërgjegjes së njeriut. Pra mund të vjen edhe me një njeri tjetër. Ka patur raste, unë njoh dikë për shembull nga këta që kam seleksionuar, që ai vihet në kontakt dhe lexon mendimin e dikujt tjetër në gjumë. Teksa flet gjumë, vihet në kontakt kjo zonjë dhe mund të kuptoj, me fjalë mund të gjej ty në gjumë, në momentin që ti je në gjumë, dhe të marrë informacione, të japë informacione, me fjalë të takoj në gjumë. E di që për dikë këto duken fantazi. Normal, bëni si të doni, mendoni si të doni, çfarë të doni. Por kjo është e vërteta që kjo zonjë prej vitesh e ka këtë që kur ishte e re, që kur ishte e vogël. Dhe ajo, si shtot gjithmonë, mos e thuaj as gjikundi, mos më thuaj emrin, nuk dua t'ja di fare, unë vetëm po të them të vërtetën, thot, ashtu siç është. Pra kjo zonjë shkëputet nga shpirti i saj, ndoshta ndërgjegja, nuk e di, shkëputet nga trupi i saj dhe shkon dhe takon dikë. Në sintezë, sot del dokumenti viti 1983 që kjo metodë, kjo teknik ose kjo natyrë, sepse ne nuk e dim si vjen, si bëhet, nga pse vjen, që vetëm disa e kanë, që vjen në kontakt me forma të tjera jete. Dhe sot del dokumenti dhe ne themi, wow, dokumenti e thot, por e përsëris dhe njerë, është një dokument, siç ju thash, ndaj ju thash titullin, është një dokument që nuk bëhet shumë publik, por flasin vetëm në mënyrë shkencore vetëm disa studiues që e kanë kuptuar. E dini se çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shpirti i njeriut nuk është ai që ne kemi menduar. Absolutisht jo. Është një pjesë e gjithë universit, sepse nëse ka kontakt të menjëhershëm në çdo cep të universit dhe me çdo specie, atëre më bën të mendoj që është vetë ndërgjegja, vetë mendja e madhe, vetë universi, sepse universi është ashtu si mendja e njeriut për shembull, kontrollon gjithë trupin, ashtu është dhe universi, kontrollon gjithë qelizat që janë njerëzit, qelizat. Dhe qelizat janë pjesës të vogla të trurit. Pra e njëjta gjë është. Dhe sot ne habitemi se si disa njerëz thonë që janë në kontakt me forma të tjera jete, teksa janë në gjumë ose ndoshta edhe të ndërgjegjshëm. Por pjesa tjetër që është akoma më e rëndësishme, që është gjigande, është ajo që shkëputet, pra ndërgjegja e njeriut. Por si është e mundur që shkëputet, shkon atje ku shkon dhe kthehet prap duke e kujtuar atë fragment. Kjo është vetëm ata me mendje të madhe ose shkencëtarët e kuptojnë këtë gjë. E dini se çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ndërgjegja ose eksperienca e jetës, ajo që ke bërti gjatë kësaj kohe, e gjitha gjendet aty, tek shpirti. Gjendet tek ndërgjegja jote, eksperiencat, kënga, muzika, çdo gjë që ti ke bërë gjatë kësaj kohe, deri në atë moment që ti pate kontaktin, janë të gjitha ato që ti ke përjetuar në këtë jetë. Dhe ato janë aty dhe njëkohësisht shkojnë atje së bashku me atë informacion që kanë, që marrin atje ku shkojnë dhe kthehen sërish. Atëherë do të thotë që ky shpirti është i vërteti uni. Unë jam ai shpirti aty. Nuk është trupi fizik. Nuk e di më kuptoni apo jo. Pra nuk është trupi fizik Nadiri. Jo, por është shpirti. Ai shpirt që kërcen ose ka përcen dimensione, forma, jetë, çdo gjë dhe shkon tej
edhe në cep tjetër të universit. Pra në çdo kënd. Është një diskutim vërtet i kompleks, por është mjaft i rëndësishëm kush e kupton, dhe e them këtë me krenari sepse siç ju thash që prej kohërave kur shkruaja për herë të parë, që kisha, sepse janë eksperiencat personale ato që të shtyjnë që ti pastaj të fillosh të kërkosh. Dhe siç e kam thënë dhe herë tjetër, kush e ka dëgjuar, nuk do ta them kurrë atë eksperiencë personale, por ishte shkaku i eksperiencës personale që më shtyti që unë të filloja të kërkoja. Dhe nga momenti që kërkoja, më çoi që të bëja emisionin Enigma. Ishte çdo gjë duke si rastësi, sinqerisht. Dhe sot jemi këtu. Dhe këtu duket si rastësi. Por gjithë ecuria, gjithë rruga, mendoj që nuk është rastësi. Dhe ajo eksperiencë që pata, jo vetëm që shënoi atë periudhë kohe, që bëra ndryshimin e madh, por ndryshoi edhe tër rrugëtimin tim, sepse sot jemi këtu. Pra, gjithë rrugëtimi im ndryshoi, që nga atëherë deri sot. Pikërisht pra, nga i kontakt, nga ajo ndërgjegje që u shkëput dhe nuk di, shkoi diku tjetër, mori informacione dhe u kthye sërish, por duke e mbajtur mend aty mendova që atëherë ç'është ndërgjegja. Pikërisht pra, sot del dokumenti dhe po e përsëris edhe një herë. Ju që keni këto eksperienca në gjumë apo jo në gjumë, që keni që janë reale, po flasë që ju duken kaq reale ato eksperienca, qoftë në gjumë apo qoftë edhe në momente halucinacioni, mos kujtoni se jeni çmendur. Absolutisht jo. Keni mua këtu. Kështu që vazhdojmë të diskutojmë për këto argumenta, sepse po e përsëris edhe një herë, sot del në mënyrë shkencore që shpirti njeriu shkëputet, shkon, takon alien, forma të tjera jete, nuk më intereson, po e them kaptazi, dhe apo ëngjëj, apo çfarë të doni ju, babajin, nënën që ka vdekur, apo motra, vëllezër, apo njerëz të panjohur, dhe kthehet sërish. Pra, kjo tashmë është në mënyrë shkencore. Pres komentet tuaja sa herë ju keni patur eksperienca të tilla dhe nëse mund ta diskutojmë këtu së bashku. Pres dhe kalofshi bukur sot.